Erën tentoi të vriste shokun e dhomës në spital, arrestohet 43 vjeçari. Një ngjarje e rëndë shënuar të shtunën në mbrëmje në spitalin Sant'Andrea në Rom, ku një pacient 43 vjeçar ka tentuar të vrasë shokun e tij të dhomës, një burr 84 vjeçar. Sipas mediave italiane, incidenti ndodhi në repartin e gastroenterologjisë. 43 vjeçari me origjinë indiane dyshohet se ka humbur papritur kontrollin dhe për shkaqe që ende nuk janë sqaruar, është hedhur mbi pacientin e moshuar banor i Romës. Burri ka nisur ta godas me dhunë 84 vjeçarin me duar, ndërsa më pas ka tentuar ta mbys, teksa ai ndodhej i shtrirë në shtrat. Situata u vu në kontroll fal ndërhyrjes të menjëhershme të stafit mjekësor, i cili u alarmua nga zhurmat që vinin nga dhoma dhe arriti të parandaloj pasojat më të rënda. Pas mbërritjes së karabinierëve, 43 vjeçari ka reaguar me agresivitet edhe ndaj forcave të rendit, duke i shtyrë dhe duke plagosur disa prej tyre në përpjekje për t'i rezistuar arrestimit. Ai u arrestua dhe u transferua në burgun Regina Coeli në Rom, ku do të përballet me akuzat për tentativë vrasje dhe rezistencë ndaj forcave të rendit, ndërkohë autoritetet po vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe motivet e këtij akti të rëndë.